e Strugës është një projekt shumë i madh se sa një lëshim të një manifestimi që është bërë. Krisje mes marrëdhënieve të kryetarit të Strugës me Ndyqira dhe kryeministrit Hristian Mickoski. Gjatë brifingut të djeshëm me gazetarët, Mickoski u shpreh i zhgënjyer nga qyra, pasi që në festën e 28 nëntorit në shëtitorën e lumit Drinë në Strugë janë vendosur vetëm flamuj shqip, por jo edhe ai shtetëror, siç parashikon ligji. Kryeministri nuk e ka pranuar arsyetimin e qyrës që ja ka thënë nëpërmjet një bisede mes SMS porosive se çdo vit festa është organizuar në këtë mënyrë. Si rezultat i kësaj, Mickoski tha se nuk beson që këshilltarët e VMRO-DPMN-s do ta mbështesin punën e qyrës. Lidhur me këtë çështje sot ka reaguar qyra, i cili mungesën e flamurit shtetëror në festën e 28 nëntorit e quan lëshim. Mendoj që edhe deklarata nuk do të prish punë me bashkëpunimin të më të tjeshëm të kryeministrit me mua si kryetari i komunës dhe komunën e Strugës në përgjithësi, duke ditur se komuna e Strugës është një projekt shumë i madh se sa një lëshim të një manifestimi që është bërë. Mendoj që bashkëpunimi jonë edhe me këshilltarët e në VMRO-DPMN-s do të jetë në nivel duke marrë parasysh se jemi në bisedime për të marrë vesh se si do të vazhdoj mandati 4 vjeçar në komunën e Strugës. Qyra në zgjedhjet lokale garoi si kandidat i pavarur i mbështetur nga koalicioni Vlen. Në mbështetje të tij doli edhe VMRO-DPMN, për çka personalisht kryeministri Hristian Mickoski mori pjesë në fushat. Madje për shkak mbështetjes së hapur, opozitaria BDI kandidatin qyra shpesh e quante kandidat të VMRO-DPMN-s. Për dallim prej kritikave ndaj qyrës, Mickoski ka lavdruar Izet Mexhitin e komunës së Çajirit, ku gjatë festës së 28 nëntorit, nëpër rrugë krahas flamurit shqiptar, është vendosur edhe flamuri shtetëror.